Kapitulli 8. Ndërsa Jezui shkoi në malin e ullinjve, në të gdhir ai u kthye përsëri në tempull dhe gjithë populli shkonte pranë tij. Ai u ul dhe mësonte njerëzit. Atëherë skribët dhe farisejt I quan një grua që e kishin kapur duke bërë tradhti bashkëshortore, dhe pasi e vunë në mes, I thanë: Mësues, kjo grua u kap duke bërë tradhti bashkëshortore. Në ligj Mojsiu na ka urdhëruar që t'i vrasim me gur gra të tilla. Po ti ç'thua? Këtë e thanë për ta zënë në kurth, që të kishin për çfarë ta padisnin. Por Jezui u ul dhe filloi të shkruante me gisht në tokë. Meqense ata po vazhdonin ta pyesnin, ai u ngrit e tha: Kush është pa mëkat ndër ju, le të hedhë I pari gurin mbi të. Pastaj u ul përsëri dhe shkruante në tokë. Kur e dëgjuan këtë, ata u larguan njëri pas tjetrit duke filluar nga më të moshuarit. Mbeti vetëm Jezui me gruan që qëndronte në mes. Jezui u ngrit dhe I tha: Grua, ku janë paditësit e tu? Askush nuk të dënoi? Ajo u përgjigj: Askush, zotëri. Jezui I tha: Atëherë as unë nuk po të dënoj. Shko dhe mos më kato më që tani e tutje. Atëherë Jezui foli përsëri me ta dhe u tha: Unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje nuk do të ecë kurrë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Farisejt I thanë: Ti po dëshmon për veten, dëshmia jote nuk është e vërtetë. Jezui u përgjigj: Edhe nëse unë dëshmoj për veten time, dëshmia ime është e vërtetë, sepse unë e di nga kam ardhur dhe ku po shkoj, ndërsa ju nuk e dini as nga vi dhe as ku po shkoj. Ju gjykoni si njerëz, ndërsa unë nuk gjykoj askënd. Po edhe kur unë gjykoj, gjykimi im është I drejtë, sepse nuk jam vetëm, por jemi unë dhe Ati që më dërgoi. Në ligjin e Mojsiut shkruhet se dëshmia e dy njerëzve është e vërtetë. Unë dëshmoj për veten time dhe Ati që më dërgoi dëshmon për mua. Ata I thanë: Ku është Ati? Jezui u përgjigj: Ju nuk më njihni as mua as Atin tim. Po të më njihnit mua, do të njihnit edhe Atin tim. Ai I tha këto fjalë te vendi I Thesarit, teksa mësonte njerëzit në tempull dhe askush nuk e kapi, sepse nuk I kishte ardhur ende koha. Jezui u tha përsëri farisejve: Unë po shkoj, dhe ju do të më kërkoni, por do të vdisni në mëkatin tuaj. Ju nuk mund të vini atje ku po shkoj unë. Judejt thoshin: Mos do të vras veten kur thot ju nuk mund të vini atje ku po shkoj unë? Ai u tha: Ju jeni prej këtu poshtë. Unë jam prej së larti. Ju jeni nga kjo botë. Unë nuk jam nga kjo botë. Prandaj ju thash se do të vdisni në mëkatet tuaja. Nëse nuk besoni se unë jam, do të vdisni në mëkatet tuaja. Ata I thanë: Kush je ti? Jezui u përgjigj: Që në fillim ju a kam thënë se kush jam. Kam shumë për të thënë dhe për të gjykuar lidhur me ju, por ai që më dërgoi është I vërtetë, dhe unë I them botës ato që dëgjova prej tij. Ata nuk e kuptuan se po u fliste për Atin. Atëherë Jezui u tha: Kur ta keni lartësuar birin e njeriut, atëherë do ta kuptoni se unë jam, dhe se nuk bëj asgjë nga vetja, por flas si më mësoi Ati. Ai që më dërgoi është me mua, dhe nuk më ka lënë vetëm, sepse unë bëj gjithnjë çfarë I pëlqen Atij. Shumë njerëz besuan Jezuin kur e dëgjuan të fliste kështu. Jezui u tha judejve që besuan në të: Nëse qëndroni në fjalën time, do të jeni me të vërtetë dishepujt e mi. Do të njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Ata ju përgjigjen: Ne jemi pasardhës të Abrahamit dhe nuk kemi qenë kurrë skllëvër të askujt. Si mund të thuash do të bëheni të lirë? Jezui u përgjigj: Me të vërtetë po ju them se kushdo që mëkaton është skllav I mëkatit. Skllavi nuk rri për gjithmonë në shtëpi, ndërsa biri rri gjithmonë. Nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do t'jeni me të vërtetë të lirë. E di se jeni pasardhës të Abrahamit,
por kërkoni të më vrisni, sepse fjala ime nuk gjen vend në ju. Unë them ato që kam parë pranë Atit tim, ndërsa ju bëni ato që keni dëgjuar nga ati juaj. Ata i thanë. Ati ynë është Abrahami. Jezui u tha. Po të ishit bijtë Abrahamit do të bënit veprat e tij. Tani kërkoni të më vrisni mua, njeriun që ju kam thënë të vërtetën që dëgjova nga Perëndia. Abrahami nuk e bëri këtë. Ju bëni veprat e atit tuaj. Atëherë judejt i thanë. Ne nuk kemi lindur nga kurvëria, ne kemi një atë të vetëm, Perëndin. Jezui u tha. Po të ishte Perëndia ati juaj, do të më donit edhe mua, sepse unë dola nga Perëndia dhe kam ardhur prej tij. Nuk kam ardhur nga vetja ime, por ai më dërgoi. Përse nuk i kuptoni këto që ju them? Sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time. Ati juaj është djalli, dhe ju doni të bëni vullnetin e atit tuaj. Ai ishte një rivrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi tek e vërteta, sepse në të nuk ka të vërtet. Kur thot gënjeshtra, flet nga vetja e tij, sepse është gënjeshtar dhe ati i gënjeshtrës. Ndërsa mua që them të vërtetën, nuk më besoni. Kush nga ju mund ta vërtetoj se kam mëkatuar? Nëse them të vërtetën, përse nuk më besoni? Ai që është prej Perëndis, dëgjon fjalët e Perëndis. Ju prandaj nuk dëgjoni, sepse nuk jeni prej Perëndis. Judejt i thanë Jezuit. A nuk e kemi mirë kur themi se je samaritan dhe ke djallin? Jezui u përgjigj. Unë nuk kam djallin, por nderoj atin tim, ndërsa ju më poshtroni. Unë nuk kërkoj lavdin time, ka se kush e kërkon dhe se kush gjykon. Me të vërtet po ju them se kush do të zbatoj fjalët e mia nuk do ta shoh vdekjen kurrë. Atëherë judejt i thanë. Tani e dim se ke djallin. Abrahami vdiq, po ashtu edhe profetët, ndërsa ti thua, kush do të zbatoj fjalët e mia, nuk do ta shijoj vdekjen kurrë. A mos je ti më i madh se aty ynë Abrahami që ka vdekur? Edhe profetët kanë vdekur. Për kë e mban veten? Jezui u përgjigj. Nëse unë përlëvdoj veten time, lavdia ime nuk është asgjë. Ati im, për të cilin ju thoni se është Perëndia juaj, është ai që më përlëvdon. Ju nuk e keni njohur, ndërsa unë e njoh. Po të them se nuk e njoh, do të jem gënjeshtar si ju. Por unë e njoh dhe zbatoj fjalën e tij. Ati juaj, Abrahami, u ngazëllua që do të shikonte ditën time. E pa dhe u gëzua. Atëherë judejt i thanë. Nuk ke as 50 vjeç dhe pas ke parë Abrahamin. Jezui u tha. Me të vërtet po ju them se para se të kishte lindur Abrahami, unë jam. Ata morën gurë për t'i gjuajtur, por Jezui u fshe dhe doli nga tempulli